Debati I fortë ndërmjet Benitës dhe Hygertës shpërtheu papritur, por në fakt ishte grumbulluar prej kohësh, fjalë të pashprehura që tashmë dolën si stuj. Hygerta, me zë të ashpër dhe tone përçmuese, ju drejtua Benitës pa asnjë filtër. Mos bëj si e bukur, I tha, duke e goditur jo vetëm si kundërshtare, por edhe si nën. Edhe pse ti je fëmia im, una dola Miss Big Brotheri, ti je e llastuar. Fjalët ranë rënd në ajër, sigur, duke e kthyer debatin nga një përplasje mendimesh në një betejë personale. Hygerta vazhdoi pa u ndalur, duke e ngritur zërin edhe më shumë. Nuk shkohet e lahet me ujë Albën kur ajo ishte në gjumë, tha ajo me nervozizëm. Këto gjëra janë shumë të ulta. Në sytë e saj shihej zemërim, por edhe një ndjenjë zhgënjimi, sikur kufit e lojës ishin shkelur dhe diçka e rëndësishme I ishte thyer. Për të, ajo që kishte ndodhur nuk ishte strategji, por mungesë respekti dhe etike. Benita nuk heshti. Ajo u drejtua drejt saj me kokën lart, edhe pse tensioni I lexoi qartë në fytyrë. Una e bukur jam, Iu përgjigj me siguri, cop hylli. Fjalët e saj ishin një përzierje krenarie dhe mbrojtjeje, sikur po përpiqej të mos lejonte askënd t'ia ulte vlerën. Sa I përket Albës, Benita nuk u tërhoq. Këtu është lojë, tha ajo prerë. Prite nga të gjitha anët. Debati u ndes edhe më shumë. Sepse për njërin gjithçka kishte kufi moral, ndërsa për tjetrën loja justifikonte çdo veprim. Fjalët u përplasën, emocionet u rritën, dhe askush nuk dukej gati të lëshonte pe. Ishte një moment kur raporti nën bi u përzie me garën, krenarin dhe nevojën për të dalë fituese. Në fund, ajo që mbeti pezull në ajër ishte pyetja e madhe, deri ku shkon loja dhe ku fillon respekti? Në atë debat të fortë, asgjë nuk dukej më e qartë, përveç faktit se plagët e fjalëve janë shpesh më të rënda se çdo veprim.